Partinë Socialiste e ka marrë peng një organizatë kriminale dhe nuk po del një njeri që të udhëheq një lëvizje që minimalja, nuk po themi ta shkarkojnë dira, nuk minimalja ti kërkojnë llogarive, ta vejnë para përgjegjësisë. Ky mbledh Asamblenë Kombëtare flet ky atje. Mbledh kryesin flet ky. Mbledh qeverin flet ky. Mbledh parlamentin flet ky. Domthon, kjo është diktatura. Enveri elitët flasin edhe të vetët. Flisin edhe antarët e byros politike. Ore ka pas raste se kam njerëz shumë të afërt, kam miq shumë të mirë që i ka qenë edhe në nomenklaturën e Partisë Komuniste, i thojnë edhe Enverit, e ke gabim këtu. Është kjo gjëja kështu gabim, kjo ashtu. Pra ky s'është as përfaqësues idej i Partisë Komuniste, as përfaqësues idej i Partisë Socialiste, Socialdemokrate si rrymë filozofike. Ky është thjesht një psikopat.